Femicidi në Orikum, një dështim i përsëritur i shtetit për të mbrojtur jetën e grave. Një ngjarje tronditëse ka ndodhur ditën e sotme në Orikum, ku një grua rreth 40 vjeçe, Sose Gjebro, është gjetur pa shenja jetën në banesën e saj nga fëmijët. Sipas të dhënave paraprake, ajo dyshohet se është vrarë nga ish-bashkëshorti, vetëm 3 muaj pas divorcit. Autori i dyshuar, Logora Gjebro, më pas dyshohet se i ka dhënë fund jetës disa metra larg banesës së saj. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Por, përtej hetimeve procedurale, kjo ngjarje shton edhe një emër tjetër në listën e gjatë të femicidit në Shqipëri, një listë që zgjerohet vit pas viti, ndërsa reagimi institucional mbetet i vakët, i vonuar ose thjesht formal. Ky nuk është një krim pasioni, as një konflikt familjar siç shpesh etiketohet gabimisht. Femicid, një akt ekstrem dhune që vjen si pasojë e dështimit sistemik për të mbrojtur gratë, sidomos në faza kritike si divorci, ndarja apo denoncimet për dhunë. Pikërisht këto momente njihen si më të rrezikshmet, por shteti shqiptar vazhdon të sillet sikur nuk i njeh. Politikat e kësaj qeverie kanë dështuar të krijojnë mekanizma real parandalues. Urdhrat e mbrojtjes shpesh janë letra pa vlerë, monitorimi është inekzistent, institucionet nuk komunikojnë mes tyre dhe shërbimet sociale janë të pamjaftueshme ose thjesht në letër. Gratë lihen vetëm përballë dhunës, ndërsa reagimi vjen vetëm pasi jeta është humbur. Në një vend ku qeveria pretendon standarde europiane, nuk arrihet të mbrohet as minimumi. Jeta e një gruaje në shtëpinë e saj. Kjo ngjarje nuk është një rast i izoluar, por pasqyrë një realiteti të hidhur, ku shteti nuk mbron asnjë dhe asgjë kur dhuna është paralajmëruar, e njohur dhe e përsëritur. Femicidi nuk ndalet me deklarata, minuta heshtjeje apo statistika pas ngjarjes. Ai ndalet vetëm me përgjegjësi politike, politika reale mbrojtje dhe funksionim të shtetit ligjor. Deri atëherë, çdo ngjarje e tillë mbetet një akt akuzë drejt për drejt ndaj institucioneve që kanë zgjedhur të mos veprojnë.